me këto të moshume më ka ndodhur edhe me ndalë krejt, ose me ndërprej orën e vazhdu të nesërmën. Edhe problemin më të madhin që e kam është harresa. Që kur i spjegon sot krejt, fillan, mirë, mrin deri dikon, për shembull ndalja e nisja. Kur të vjen nesërmën, dush pra prej fillimit se ka haberin as ndaljes as nisjes. Sa është? Që kjo është pika që e tani duhet ma shumë kohë, e ma shumë mend, e ma shumë nerva, patjetër. E duhet ma shumë tani edhe periudhë kohore, se nëse nuk gaboj 30 orë janë. 20 orë janë. 20 orë. Me legj janë 20 orë gjithmonë. Bile në moshat shtyme pa 30-40 orë as nuk mundesh me mendu që ki me marrë patent shofer. Me 20 orë edhe për moshat e reja është Se shumë pak. shumë pak. A ka qenë kështu edhe përpara? Se unë këtë 30 Përpara orë ka qenë edhe ma keq, 16 orë. Tani e bën e 20 orë, ti po fol për kohë krejt. Kur kam punu në para 7 20 vjetë? Po, atëherë i kanë bajt ka 30 orë. Po Se zakonisht qashtu e kom të programu me une për vete? Po, edhe në fakt duhet, patjetër duhet 30 orë. Sidomos për gjinin femrore. Është diçka që është jeta e jote edhe e shumë njerëzve që të shoqërojnë gjatë vozitjes. Edhe na gjinja femrore në Kosovë qëtu në përgjithësi nuk vozitëm ma herët deri sa shkojmë në autoshkollë. Shumë pak janë ato, për shembull te mashkujt është këtë tjetër, ata cilit vjen e ka vozit, patjetër. Femrat përgjithësi, muj me thonë leresht 99% në timon kur deri në autoshkollë se ka pa vetën. Te mashkujt është. Kjo është prej zerës. Edhe ki pa edhe kështu fmit prend. Nëse e qetë në timon e qetë djalin. 7 vjet, 8 vjet, 10 vjet, e qetë djalin. Rallë ka ose unë e hala, nuk e kom di dikon që e ka vajzën 8 vjet e ka qitë në timon.